ka një mangësi. Po, ose çfarë ka mangësi? Mangësi ka për shembull gjithë kjo fushë. Që atje në liçeni, edhe gjerë atje në karburanti poshtë, gjerë në qoshtë, domethënë. Gjerë tek fundi, e ka lini, edhe është pa ujë fare. Pra, pika parë, po thuaj që mungesa e ujit është elementare. Elementare, një pompë që Vardit e Kooperativa ka këte, një pompë është mbrapa malit, në Bakalici i thomi neve është një lokal ande. Po. Atje, mirë po ato janë mbyllur, se s'ka ujë. Gjithë kjo fushë është e thatë. Po uji liçeni, domethënë nuk përdoret për uji liçeni, për shembull, kjo ara është këtu. Liçeni ku ndodhet? Nëse ta sjelli është larg domethënë. Do thosh që nuk ka një infrastrukturë që të vijë uji tek toka. Infrastrukturë vetëm ato pi. Domethënë pompa. A nuk ka pompa domethënë. Po kush e ka përgjegjësinë për këtë? Pompa dhe kanale. Atë e ka fshati në radhë të parë, e ka se si di me emra kryeplaku i fshatit. Kryeplaku, okay. Po, e ka bashkia. Po e kanë institucionet po thua që nuk japin një mbështetje te kjo pjesë. Ju e keni bërë kërkesën për shembull ose kërkesë kemi bërë, edhe jemi mbledhur edhe një radhë 10-15 gra, domethënë se ku të mbjellish një domate, një qep, një fasule, një senj, në qarta vadit. Ti për shembull ke një arë 500 metra e ke buzë liçenit. Unë s'kam. Unë dori. Ti bie e ke të mungesë ujin edhe ngel toka domethënë. E thatë djerë. Unë e kam aty. Tjetri ka këtu. Te kam marrë me qira. Kam marrë tuaj se kam, më falë që shprehen, me nder një lop. Po. Jo, thuaj pa merak. Po. Edhe kam arat i kam të gjitha që kam kositur barin i kam me qira. Me qira gjitha. Se s'ka ujë. Se toka jote, uji tek toka jote është i paarritshëm. Dhe te mua dhe te të tjerët. Shumë pak kanë nga liçeni. Që janë afër domethënë buzës. Edhe me pompë. Me pompë. Me pompë, me benzinë, me naftë. Po. Pra ideja është për tokat që janë më larg domethënë liçenit, mungesa ujësjellësi domethënë lidhja e ujit është e pamundur. Pra kjo është një pikë që juve e kërkoni, pikë e dobët, po. Pikë e dobët është kjo se pse të vuaj populli tash për ujë. Shumë e vërtetë. Juve s'ju mungon uji po thoni sepse uji ka liçen goxha, por thjesht ju duhet një lidhje. Na ka ardhur sa ka me ujit e pishëm që na erdhi se s'kishim ujë. I bëj rrjedhshëm se vinte 10 minuta. Erdhi uji, më falë. Po. Erdhi uji. Atë mbush atë vadit një lule, atë vadit atë lanje o bori. E kishe me minutazhat e pjesën e ujit. Po tani si e keni? Tash ka ujë, është me sahat. Është me sahat. Po duash derdhe, po duash mbaje. Po, e ke domethënë e paguaj. Sahatin tat. Po, e paguaj. Kjo është e gjitha. Që fshati këtu ka mbaruar. Ka mbaruar, po thonë. Ka mbaruar si fshat. Rinia ka ikur. Këtu ka, si që thot Maja, nga 2 plesh në 6 shtëpi. Këtu kështu është fshati. Kështu është kthyer tani. Atje në fund të fshatit e mund të dilni nga fundi fshatit. E kthej këtej mund ka mbi 70 shtëpi të mbyllura. Të mbyllura me çelës se s'ka. Po. Kush ka vdekur, kush ka ikur, rinia që kthehen për pushime emigrantët le të themi. Ato që janë larguar që për shembull vinë një herë ose 2 herë në vit që ti hapin shtëpitë. E kanë pusitur mendjen në Tirana. Po, në qytet në ndaç çupat. As duan ta dinë për fshatin. Po ky është gjithë ky fshat i bukur, gjithë ky fshat me potencial, me atraksion turistik, domethënë, a ka diçka që nuk shkon këtu që largohen ose diçka realisht që s'ka punë. Nuk ka punë, po. S'ka punë. Perspektiva për shembull. Ne jemi kjo lagja këte. Ti je turist, ti nuk vjen këtu. Se unë s'kam kushte, ti plotësoj kushtet këte. Nga kjo ana. Kurse ti ande që thashun nga fundi fshatit e ande, ka mund të ketë një 5-6 bujtina, çfarë u thon atyre? Po bujtina. Ashtu. Edhe del në balkon ajo, shikon një pamje nga liçeni, nga struga, nga ohi, nga. Po ka ofruar një shërbim domethënë për turistë. Po,
Pra, e ka ofruar, po. Ka, po atje mund të punojnë vetë ata ose 10 gra, më shumë s'ka. Po, por që vetë fuqia punëtore, le të themi, rinia, nuk është këtu, që bëj atë punën kryesore, le të themi, për fshatin, që t'i japi një dorë të mirë fshatit, ta ndihmoj ose të jetë domethënë të jetojnë këtu për të bërë atë. Jo, se s'ka punë. Unë kam 2 nipa, kam 8 vjet në Tiranë. Mbaruan shkollën, filluan punën, rrinë andej. Po. Tashi ne jemi vetë. Po. Unë me çunin e mosja. Kështu me çfarë merreni? Çuni punon usta. Imi. Po. Po juve merreni me blegtori ose keni vetëm ato që të thash, një lop. Një lop, po. Një lop, edhe unë tashi mosh madhore nuk mundem të shkoj ta kulloj se janë këtej të lidhura këtej. Se gjithë arat... Po, ja ku janë lopët. Ja, ka një tjetër aty. Po. Gjithë arat janë bosh. Janë bosh. Pse të rjara bosh. Mos mbjellish grurët, apo bukën, mos mbjellish në një misër. Po, ta kultivosh që ti marrësh prodhimin, po thua. Të mbash një lop, të mbash 2 lop, ka nevojë për qumësh. Unë mbaj, ti nuk mban. Do blesh të mua qumësh, do blesh 10 vezë, me se ti shje. Vete e ble misrin edhe t'ja shje pulës. Po, lopën që keni, e mbani vetëm për nevojat tuaja, apo edhe shisni atë që... Shesim atë që... Jo se s'najmë në punë, po jemi nevojtarë. Po, pensioniste janë. Po. Po, pension për kooperative. E kuptoj. Po, pensioni, ju del pensioni për nuk më del se unë marrë ilaçet e mia. Shumë, është i ulët pra. Dhe më thonë, për nevojat që kërkohen, nuk është... Çuni punon në staf, ka shumë mangësi. Këtu është kanali, më falë për shprehen, ujrat e zeza, tashi filluan ti mbështjellën. Po kur thua ti? Pra, po thoni që edhe investimet janë bërë me vonesë. Shumë me vonesë. Për zhvillimin e fshatit. E thon llafin edhe e mohojnë, ai vjedhin paret janë, nuk e di. Kështu për bukurinë që ka lini vetë si fshat, është i mrekullueshëm. Po. Për këtë, pra, por kur vim, kur afrohemi brenda, atëherë shohim që ka shumë mangësi, apo jo? Ka. Për ato që... Ka dhe mund të hysh, a ke hyrë ndonjëherë, nuk e di. Po. Kalo, shko, të shikosh e të më kujtosh. Shumë faleminderit. Asnjë gjë. Qofsh me jetë gjatë, me krah të forta, edhe u bëf më mirë. Jo, do më hapish leje, mos punoj më se ta thash, kam punuar gjithë jetën. Mbi 50 e kusur vjetë. Ti je njeriu më i fortë që ka Shqipëria. Je një nga ato njerëz, juve si brez, por edhe ti vetë personalisht. Bravo të qoftë që edhe sot në ditë me diell, vazhdon edhe nuk e le punën. Nuk e le se po e lash punën mbeten. Fëmija s'ka që të bësë. Po ta mendosh haqë, se tashi mbeta unë do rri pas meje, ajo do të hajë, po më s'ka, më gjerë ku t'jem, inshallah këtu të mbetem, s'ka problem, dhe unë e mbusha atimen. Ju keni bërë shumë, edhe jeni njëri për të marrë shembull. Edhe këtu neve për shembull, flasim për të gjithë gratë të fshatit, e shikon piketën e Maqedonësit atje. Po, atë piketën, po e shoh. Atje mbrapa ati marri shkojnë vinjë në dushk. Kooperativet. Qa atje vinjë ngarkuar. Me dru. Po ja edhe sot, po djegim dru, po. Kemi ditur të arruem vetën, silnim dru pe ande. Ngjiteshim për pjetë, dinjim në doganës, gjithë na japte portën ushtari, do na mirë të pashaportën, do lexon të listën, e emrave të njerëzve, edhe rinjë ngarkuar. Gjerës brisim asaj kodrës atje, për rrua i thomi njëve, si i thomi dhe një... Po për rrua. Edhe vinjim kësaj rrugës drejtë këtu, e na utilitarit kështu, edhe kështu. Ju jeni për shikues. Jeni fix, keni qenë si filmi Dimri i fundit, me ato plakat që sakrifikonin domethënë aq shumë
për të bërë, domethënë për të marrë drut, megjithëse filmi ka kuptim tjetër, por që shembull. E mirë të gjino në qafë, po. Po neve, ja, e kam marrë që. Po. S'kishin ta anjë, anjë në kohën e Verës. E vërtet. Na këputesh e barku këtu, lek marmellatë, një djathë shkrira. Keni vuajtur po. Janë dhe s'kisht. Keni vuajtur shumë. Tash më falë se mos u ngarkova në llafe shumë. Jo, ti je shumë në rregull, ke folur gjën më të mirë. Ajo që është, po të dojë le të qeshin njerëzit çka kanë folur. Jo, njerëzit nuk qeshin fare, sepse është gjë serioze kjo, nuk është gjë serioze. Nuk është gjë për tu marrë, domethënë me çesh. Është fakti që duket. Po. Pse të rinë gjithë këto ara? Ky fshati linj mbante me bukë, boqes, piskupat, udënisht, mumlisht, lin e mbante me bukë, me këtë fushën, me këtë ujë. Me këtë tokë. Me kultivimin pjellor që kishte. Çfarë millçit aso kohë? Malin e mbillnin fasule, mbillnin misër se mbanjin edhe lopë kooperativa. Po. Ashtu. Mbillnin fasule, mbillnin misër, këtu mbillnin grurë, mbillnin misër varditeshe. Po. Ka që ishte Lini po thuati me fushën e vet pjellore, mbante disa fshatra me tushyrë. Me bukë. Vinin ata të minierave, punëtorët e minierave të dielën, edhe i sillte ndërmarrja aksion. Ç'është kjo fusha? Ç'ka fushë këtu? Po fushë. Si thonive, thyenjin misrin. E prisnim, e vinjim kështu. Po kallamishtet. Po, misri. Ne i thamë tyta misri, edhe thyenjin misrin, edhe ato ju i thoni mund të thoni kotesa, ne i thoshim gazhdare. Gazhdare, po, gazhdare i themi edhe ne. Gazhdare, zona mes. Edhe ku janë këto shtëpit këtu, edhe ato kasollat janë, akoma të kooperativës është një, ajo murgu është filli, mban lopë, mban ven. Po, kasolli e drejt nesh. Ajo që e drejt nesh, që është e prishur fare, po. Qati edhe gjerë të këto shtëpit këtu, ishin angaret, molliri kooperativës që blua një mjellin, grurit, e ashtu, edhe neve e peshonim në palancet misrin, e ithnim në gazhdare, edhe se sa kontale kishim në këpuqet si pe barkut, që mirënjim 80 lek. Po. Ka asaj kohë. E kuptoj, po. Vujtje e madhe, po thua, por që edhe vlerësimi asaj kohë ka qenë shumë i ulët. I dobët. Shumë i dobët. E ka fjalën që vetëm uji këtu s'ka. Uji vinte qande, vatitashin këtej, edhe shkonte gjerë në boqes. Ujet e atishme shkonte të boqes. Ujet që tha mund, është prapa ati malin, Bakalica, vatitashe gjithë fusha ajo ande në kanal, edhe gjerë ne karburantë gjatja këtej. Ka pas dhe më thënë linjen e ujë që vadite dhe toka dhe më thënë mirëmbajnë. Bile ato, ku është ajo trëndafili, aty që është ajo ferra, aty është linja e shtruar ujit të Bakalicës që i thëshim ne, janë tubat akoma. Ekzistuse. Janë në vetë. Lidhja ekzistuse e ujitjes dhe më thënë që asaj kohë. Që asaj pompës atje. Edhe vinte apte atë Saracineskën i thoshim ne, edhe derë të këtu e derë të atje të gjëri. Po. Më shumë zdi. Qarë të di kooperativë? Ti di aj shumë, ke punu aj shumë, ke bo aj shumë dhe më thënë. Sa që lumshin shpatlat, e të kesh jetë gjatë. Se urimet mirë se kry. U thyen këto kalqet tash, s'ka ma. U thyen kalqet. U thyen se vojtje madhe. Pa, e vërtet. Por që Por që gjithsesi ju keni qenë një brez që keni vuajtur pak, por që keni qenë një shembull, një brez i pa kthyeshëm. I pa kthyeshëm, po i vojtur shumë. I vojtur. Sot kemi ta hamë, po sot nuk ta hahet. Nuk ta hahet, edhe sot s'dim çaram, s'dim çfarë e di veti tash. Po ashtu është. Nuk është më siç ka qenë në ushqimi, kontrollimi, disa bio. Bukë misri, kur e futnim në gojën e na kërcisnin. Na kërcisnin dhëmbët nga gurët. Hajde nanet kapi qim qafën. Hajde. O, je ropti. Qofsh me jetë edhe... Po mos me vini re se fola shumë. Jo, fole shumë mirë ti, fole shumë bukur, sepse... Gjithë që di, ato që di, edhe është pasyra në shesh. Pse të mos kishe këtu prodhim? Po, shumë e bukur sepse ti the një gjë shumë bukur, që në kohën e
kohën e shkuar, Po. ju keni përdor tokat këtu për të mbajtur disa fshatra me bukë. Sot këto toka, po. Udhënisht, normalisht, Cervenat ato mbaheshin me këtë fushë. Po, sot këto toka po thua që janë djerë për shkak të një lidhje ujitje. Ne janë lëndina, gjera, pa vlerë. Djerë, po. Pa vlerë. Nane, shumë faleminderit. Qofsh mirë. Qofshi mirë juve. Flam edhe i çik pa punë, por që avash, sepse bravo. Lami çik nusën punonte neve. E bëm me planeve këte, po se dite që se kuptovi iqe. Avash, larguma dhe në ishi si ku ikue, Një kam një djali, dy nipa. I kam shumë të mirë dhe nipa, i ka qënë i ka bënë. Ti kesh me jetë, Janë nga 26 vit, 27 të rritë. Ti kesh me jetë. Në punën e zanatin e tyre. Po shumë mirë. Kështu. Mirë. Tash nga një nuse, unë nuk e di, a kini, s'kini. Ne jemi tokë në zonë, me i themin. Na kanë zaptu si tokë. Si tokë u kanë zaptu, Po, na kanë marë. U kanë marë. Po, mos bashkjetoni. Ate ka bezdi. Jo po ta njoft, jo po se njoft. Qa mendimi ke për këtë çiftet e reja që rrim bashkëtojnë kështu? Nuk e kam ide të mirë. Nuk e ke me... Pa është gjuna. Ke motor. Ti. A i ka motor. Ti. I tha mendja, e mbajtë 2 vjetë ajo, e mbajtë 2 vjetë djali, fjalla vjen, pa unë nuk i kam ashtu. Që thejet ikën ajo, ose e le djali. Nuk janë gjërat mira, nuk shumë këtoj. A jemi fanatikë pe kohë, po akshe, drejtësia është gjuna. Si ka qenë kohën tuaj, domethënë ti kur e merje nusën, ose kur shkoje nusën në një shtëpi? Kanë qenë kushte tjera, kanë qenë domethënë rrethana tjera se si zhvillohej një marrëdhënie? Me mblesëri, 1 vit e fejuar. Ishte e ka ardhur 18 vite. 18 ishte. Kjo që. Me mblesëri, ndendin vit e fejuar, bërëm një dasëm. Po. Kaq. Shumë mirë. Shumë mirë. Mirë nane. Mos u zgjatë. Ne rrim dhe i çik ne sa ta çoj deri në fund ta marroj fare. Duam t'ikim se duroj jam me tension. Me bie djelli. Mbaj një si kapela, unë i kam bezdi, se mbaj dot. Na kapele, na. Këtu ka shumë mangësi. Këtu është kanali, më falë për shprehen ujrat e zeza, tash i filluam ti mbështjellën. Po kur thue ti? Pra, po thoni që edhe investimet janë bërë me vonesë. Shumë e vonesë. Për zhvillimin e fshatit. E thon llafin edhe e mohojnë, a i vjedhin paret janë. Kështu për bukurinë që ka lini vetë si fshat është i mrekullueshëm. Po, ka pa. Për këtë, pra, por kur afrohemi brenda, atëherë shohim që ka shumë mangësi, apo jo? Ka. Për ato që ka dhe mund të hysh, a ke hyrë ndonjëherë, nuk e di. Po. Kalo, shko, të shikosh e të më kujtosh. Shumë faleminderit. Asnjë gjë. Qofsh me jetë gjatë, me